Nga kjo e shtunë ka nisur zyrtarisht fushata elektorale për zgjedhjet e pjesëme vendore në Bashkinë Mat, që do të mbahen të dielën e 9 nëntorit. Kandidati i Partisë Socialiste Altin Bojni e ka nisur fushatën me takim me banorët e njësisë administrative Macukull. Gjatë fjalës së tij, Bojni tha se investimet e nisura nga paraardhësit e tij do të vazhdojnë edhe për këtë kërkoi mbështetjen me votë me 9 nëntor. Përshëndetje të gjithëve, mirë se u gjeta, shumë kënaqësi dhe mirënjohje për gjithë ju që sot jemi në njësinë administrative Macukull, ku vazhdojmë pjesën përmbyllëse të fushatës tonë. Unë du ta nis edhe për pjesën e gjithë atyre punëve që janë bë, janë bërë shumë punë më. Duhet të vazhdojnë këto punë që janë nis, edhe është për të mirën tonë edhe komunitetin tonë. Është bë faza e parë, unë e di se këtu është gjithë ajo që pritet është punë e rrugës. Rruga nga Qafe Shënkollit edhe në Macukull, apo qoftë pjesa nga Urxalla për në Shqefën, apo edhe riasfaltimi i rrugës së Shliu. Faza e parë është bërë për 40 km. Edhe ky ishte një premtim që është dhënë, po është bë, domethënë besimit e njerëzit për diçka që është thënë është morë. Kështu që edhe në fazën e dytë të rrugëve janë edhe 35 km deri në 40 km që do vazhdojnë në fazën e dytë. Kjo është një punë që do vazhdojë me rrugën nga Qafe Shënkollit në Macukull, po ashtu edhe Urxalla me Shqefën edhe pjesa e riasfaltimit të rrugës së Shtiut. Ne do vim të japim llogari këtu. Ne nuk është thjesht premtim dhe fjalë boshe që ne jena sot këtu. Ne do vim nesër pas nesër të japim llogari për këtë. Për këtë që themi ne do japim llogari. Kështu që unë ju kërkoj gjithëve ju, pa ndasi politike, të japim votën si e majtën në të djathtë, të japim një mbështetje që këto punë të mira duhet vazhdojnë. Po kjo nuk bëhet vetëm, ne gjithë bashkë bëjmë ato që e ardhmja jonë të eci përpara. Ne s'kemi kohë për eksperimente, ne nuk kemi kohë që Bashkia Mat vazhdoj të kthehet një herë mbrapa, ne sot kemi kohën edhe punët që të ecin përpara. Kjo arrihet që gjithë bashkut të vazhdojmë në mbështesje dhe një vot besim i juaj i bie që gjithë këto investime, gjithë këto projekte të ecin përpara. Ndërkohë, deputeti Agron Malaj tha se duke votuar Altin Bojnin, Bashkia e Matit do të vijojë të ketë investime dhe për këtë tha ai do të jetë një zë i fuqishëm në pushtetin qendror në Tiranë. Kandidatin e kemi një ndër figurat më të mira që ka Bashkia e Matit. Ideal që të gjitha ato punë, projekte që ne i kemi bërë së bashku dhe i kemi pru deri në pikë, do t'i çojë akoma dhe më shumë përpara, sepse me të vërtet kjo bashki, siç po bëjmë punë të mira të mëdha dhe sot që flasim, vazhdo punohet, do të bëjmë akoma dhe më shumë, sepse me të vërtet Mati ka nevojë për akoma një vrull të madh, siç ka nevojë dhe Macukulli, ku në këtë njësi administrative unë zbashku me kryetarin e arshëm, por me mbështetjen e qeverisë, do të vazhdojmë vjushmërinë e punëve ku do të hesim në ato pika delikate që ka kjo njësi administrative, duke filluar nga Qafe Shënkollit për ta afruar Macukull, për ta përmbyll rrugën, por edhe Shliun do të riasfaltojmë. Dhe këto janë fjalë edhe premtime tamam, siç ne ditë i bëjmë, dhe siç ne i kemi bë, dhe jo më larg se s'ka 2 ditë që ne e kemi përmbyll pjesën e asaj që quhet pakete 2 të asfaltimit të Bashkisë Matit, ku jemi në fazën e fundit paketës parë që ka ngel vetëm Bruçi dhe Rukajt, që për 2-3 ditë përfundojnë, por për shkak kohës kanë pas probleme. Dhe do të vazhdojmë si me energjinë elektrike ku duam ta përmbyllim gjithë rrethën e Matit. Dhe kjo njësi administrative përmbyllet kërë projekti fundit që ne kemi, si Macukulli, Vigu, Shliu, janë pjesë e këtij projekti të madh që ne kemi bërë së bashku, dhe do të vazhdojmë akoma dhe më shumë për të ardhur ndihmë gjithë banorëve të kësaj njësie administrative. Tash unë bëj thirrje gjithë dhe majt djathtë me parti pa parti. Nuk kemi kohë për të bërë eksperimente. Eksperimente bëjnë ata që sot po bëjnë mitingun në Burrel, që janë sa jeni ju këtu, që nuk i beso askush, sepse sa herë kanë pas pushtet, nuk kanë bërë asgjë për këtë vend.
Ne nuk jemi këtu për të bërë një kryetar bashkie për i dhënë një pagesë. As jemi këtu për të marrë një bashki peng. Ne jemi këtu për të vazhduar modelin e asaj që nisëm ne në 2019. Dhe nuk kemi kohë për të humbur. Se po të kthehemi mbrapa, e kemi shumë thjesht. Kujtojmë 2015, 2019, në çfarë lloj deregjeje ra bashkia e Matit, sbashku me reformën e re territoriale, se ku përfunduam ne si bashki në rang kombëtar. U zhdukëm, dolëm nga sistemi. Më pas takimi i kandidatit Altin Bojni u zhvendos me zgjedhësit e njësisë administrative derian. Gjatë fjalës së tij, Bojni u shpreh se gjatë viteve të fundit janë bërë investime në infrastrukturën rrugore e ujin e pishëm, por ka akoma shumë për të bërë, sidomos me ujin vaditës. Unë kur zbitë poshtë dhe kur vikësha lartë, u kam kalu shumë herë këtë rrugë. Edhe më kujtu një panoramë shumë vite më parë, kam qenë shumë fëmijë, kam qenë i vogël, si ka qenë e rrugë, se kisha menduar edhe unë asnjëherë që kjo rrugë do bëhet me asfalt, po sot kur e mendoj se është bërë me asfalt, o diçka shumë e madhe. Kjo do të thotë që është fal punës saktorit, për gjithë këto investime, jo vetëm në rrugë, por në sjellsa apo kudo për zhvillimin e bashkisë. Por punët nuk marrin këtu. Punët duhet vazhdojnë në këtë lloj ritmi. Ne duhet vazhdojmë që bashkia më të zhvillohet, qoftë edhe njësia administrative tu ndërjan, që edhe në fazën e dytë të asfaltimit rrugëve, duhet të kapi edhe pjesën e Dugagjirit dhe ajo nga Urxalla për në Shefër, që ne nuk do një ndalim asnjëherë punët, qoftë në përmirësimin e ujit pishëm, apo edhe në kanalizimet e ujit vaditës, ne nuk do ndalemi, po do bëjmë më shumë, se duhet me bëjmë më shumë, se ne e meritojmë të bëjmë më shumë. Njerëzit kanë besim tek ne. Sot duke pas dhe një mbështetje të fortë që është Agroni, edhe një mbështetje të fortë nga qeveria, do kemi më shumë projekte, më shumë investime për zonën tonë, edhe për çdo kund që banorët dhe komuniteti jonë të jemi sa më afër me to, edhe në zgjedhjet dhe hallet dhe problemet që kanë. Unë ju ftoj gjithëve, pa dasi politike e majtë edhe e djathtë, duhet të më votë besoni që gjithë të punë mira duhet hecim përpara. Ndërsa deputeti Agron Malaj, duke shigjetuar kandidatin e opozitës për kryebashkiak të Matit, tha se nuk është koha për të kthyer pas, por për të vazhduar përpara. Alternativa më e mirë për të çuar përpara këto është kandidatura jo. Një kandidaturë që mbështetet nga qeveria, një kandidaturë që vjen nga pushteti lokal, një kandidaturë që i ka kaluar gjitha etapat e institucioneve në Mat, por një kandidaturë që ka qenë bashkëudhëtari imi në 2 vitet e fundit të këtij mandati, unë si kryetar bashkie e ky si kryetar këshilli. Por çfarë do? Ne përballë kemi një parti tjetër politike me një kandidat pa marrë, ku du të bëjnë eksperimente se si menaxhohet, administrohet një bashki apo një komunitet, ku në vërtet e kemi pa shumë mirë nga viti 2014-2015 dhe vitin 2019. Kemi qenë bashkëudhëtar me ta, i kemi pa se si e kanë kthy bashkinë në një gjendje të mjerueshme dhe na u desh një punë shumë e madhe për ta çuar këto nivele që ne jemi sot. Unë va garantoj që jo që s'mund të bëjmë punë e mëdha që ne kemi bërë dhe të vazhdojmë të bëjmë. Por va garantoj që në zyrat dhe majnë do të hapë. E në zyrat nuk dhe majnë do të hapë. Va garantoj që një formulë do të kenë, ku është shumë e thjeshtë, nuk kemi çfarë bëjmë ne sepse nuk le jep qeveria fonde. Se kjo ishte formula edhe 2015-2019. Nuk kishin formulë tjetër. Kështu që unë ftoj gjithëve të jemi së bashku, ta mbështesim këtë kandidaturë, për te bindjeve politike, sepse këto janë zgjedhje vendore, lokale. Nuk janë zgjedhje politike. Në zgjedhje politike i marrum së bashku në 11 maj, ku i gjithë rreth i madhit, i gjithë qarku dibër, e dha atë mesazhin e tij. E dha duke çuar një kandidaturë në parlament me më shumë vota në gjithë Shqipërinë. Kështu që ne do të vazhdojmë, sepse unë jam këtu me përgjegjësi, me përgjegjësi, për t'i qenë krah kryetarit tashëm. Konkretisht, çfarë leksioni mund t'japi, çfarë modeli, thoshte, ta çlirojmë Matin, nga kush?
kush e ka pushtu matin? Qofse është qiru mati, e kemi qiru në 2019, në gjithë bashku. Qofse kanë ardhur herë investime në mat, sa për 40 vjet, kanë ardhur 6 vjet. Qofse janë bë punë e vepra pa imagjinueshme, bë këto 6 vjet. Ka kush do me qiru matin? Nga ignoranca, apo nga etja për pushtet, se në mësut kënë pushtet, se nuk din ndalet. Duhen gjithmonë t'jenë unë, si a i lartë. Edhe i lartë, 81 vjeç, alama Partitë Demokratike Peng. Edhe këtu në Burrel, të njëjtët, e 91-shit, njëjtët, ato krundet kanë ngellë, se intelektualët, themelusit, njerëz që kanë mbështet diku kanë hik gjithë. Se nuk shkojnë mas budallikut shkojnë budallat.